Në një fshat të vogël malor që sot numëron vetëm 20 familje, nga 120 që kishte dikur, jeton Hasan Bilja, 74 vjeç, nga fshati Rëndzi Matit. Historia e tij është nga ato që të lën pa fjalë, një jetë me dhimbje, humbje dhe sakrifica që nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga shteti. Në vitin 1993, Hasani humbi të birin në një aksident rrugor, vetëm pak vite pasi kishte ndërtuar familjen me gruan e parë Avan, sot 77 vjeçe, me të cilën ka 4 fëmijë. Dhimbja e humbjes së të birit e sëmuri Avan, por nuk e largoi nga familja. E pas zakont për shumë kënd, ajo pranoi me zemër hapur lumturinë gruan e dytë Hasanit të sjellë në shtëpi nga një prej vajzave, pasi e kishte njohur në zonën e Burelit. Në atë kohë Hasani ishte vetëm 40 vjeç, lumturia 24. Sot ata kanë 5 fëmijë së bashku, ndërsa në shtëpinë e tyre, që nuk është më një shtëpi, mbi zotëron thjesht shpresa. Prej nëntorit të vitit 2019, kjo familje jeton në një çadër, pasi banesa u dëmtua rënd nga tërmeti. Ndihma që morën nga fondi i rindërtimit thonë se ishte simbolike, një shumë që nuk mjafton as për të hedhur themelin e një ndërtese të re. I dëmtuar nga tërmeti, ha? Po. Sa kohësh? 6 vjet. Nëntor bën 6 vjet. Po. Ku jetoni? Në çadër, Gjasmas. Kush ka sjell? Çadër? Çadër ne ka bashkia ka punë çadër. Po banesat, vendon bonus apo lek për të ndërtuar banesat? Jo, vetëm gjymsin. Gjymsin e lekët kanë. Po çu kanë thonë, çfarë premtim çu kanë thonë? Është i paresim për në kanë thonë që pa e grejt murin, krejt në kapin pare mo, se janë dhe 14 milion për të morë atje, në shtetë. Po ku të gënejt që taja, atëherë e kapin pare. Fshati e pasit bukur? Po si fshat, po ina, tamam si fshat. Po rrugët si keni? Rrugët cop, kam pru i faderom ka 1-2 ditë, e kam pru të e silë gjotë si kënejnë, kur gjanë, rrugët jenë cop, të gëna. Në familjen Bilja e gjim lumturin dhe vëllane e Hasanit, a i vetë në kullot me bagëtin, përpiqet të siguroj ushqimin për ditën e nesërme. Djali i tij punon në strukturat e Ministrisë së Mbrojtjes, ndërsa vajza e vogël është studente në Kamz, jeton tek e motra për shkak të rrugës së degraduar që lidh fshatin me pjesën tjetër të botës. Rruga, ose më saktë mungesa e saj, është dhe arsyeja pse banorët janë larguar. Shkolla në fshat ka vetëm 8 nxënës në klasa kolektive, ndërkohë që zona vizitohet gjithnjë më shumë nga turistë vendas dhe të huaj, askush nuk ka menduar të investojë në rrugë. Sa familje kanë njësë? Këto vëllai janë një 20 shpaj. E sa largu, sa shtëpi largu? Po janë largu më shumë, ata se si më vjen mi thon tik Po për tik. çose hapet rruga, rregullot rruga din ta, e këtu? Po mundet vin, në tokë vet vin miratin e vet. Fshati i bukur. Po fshati i bukur apo fshat pa rrugë. Po shkolla kanë thonë? Ka pak, se po s'pat familje, s'ka xhams. Po pensioni sa lekë ke? Pensionin e kam 200.000 lekë. E përballon? Po si herë jo. Për Hasanin dhe familjen e tij, koha ka mbetur pezull që prej tërmetit ata nuk kërkojnë shumë, vetëm një çati dhe pak besim se institucionet nuk do t'i harojnë.